të ngrë lart një balon. Një balon shumë të bukur, lart në qiell por si flutur, me ta bashkë e bish të gjatë, fije ndjekun pas me vrap. Dhe kur lart në qiell shkon, emrin tim ban lart gjithmonë. Unë dua balonën time, se më sjell veç gëzime. Mirë, do e mësojmë ma bashkëvash, se është e vështirë. Nuk është aq e lehtë, po do e mësojmë duke thënë shumë herë me edukatoren. Për lule shkon dhe vjen, blete vogël mbledh polen, mjaltin dylli na gatuat, prandaj dhe shumë të duam. Do një herë dhe nuk bën mirë, të pic konti pa mëshirë, po që se vetë më ngacmon, thumbi im ty të thumbon. I thot bleta, vete ke faj thot, po që se më ngacmon, thumbi im ty të thumbon. Në rregull, do mësojmë gjithë me edukatoren. Hajde, hes me edukatoren. Fëmi, sot kemi mësim gjëz, dhe dim se si veprojmë. Në duart tona kemi të gjithë kartelat ndimse të gjëzës. Më parë do të shohim çfarë figurash kemi në dorë dhe pastaj do të gjejmë objektin për të cilin flitet. Objekti do t'ju ndihmoj pak edukatore, bëhet fjalë për një nga janë dhe lodra argëtuese për juve, që kënaqeni shumë, por atë i përdorim zakonisht kur sa po vjen stina e bukur e pranverës, fëmijët, dhe në stinën e plazhit. Tani do shohim në përduar çfarë mbani si kartela. Ta shohim të Aleksës të parën, çfarë ka në dorë Aleksa? Aleksa ka, dale të shohim lumin në stinën e pranverës. Po, dale të shohim edhe Fabrilën. Fabrila ka plazhin, fëmijët në plazh. Kurse Alea ka fëmijët që kanë dalë në lëndin dhe po lozin me balona, po fluturojnë balonat. Kurse Casey ka në dorë një fshat në stinën e pranverës se sa po shkrin bora në përmale. Kurse Belkiza ka fëmijët e veshur si në dimër, shi që iku dimri. Kurse kjo Perla ka në dorë plazhin, një kemi çadrat e plazhit dhe fëmijët. Shohim edukatorin dhe të Amelias, edhe Amelia ka stinën e plazhit. Edhe Anea ka stinën e pranverës. Dalit shohim edukatorin Rajdeni ka stinën e plazhit. Kemi Aniet me vela për shëtitje, kujdesa edukatorja. Shikojmë edhe Noen ka plazhin, fëmijët në plazh që po argëtohen, po vozisin me varka të vogla. Po, dalet të shohim edhe Anajdi ka pemë, kujdes nuk bëjmë zhurë. Anajdi me pemët me lule, sa po kanë qenë lulet në stinën e pranverës. Po, mere Anajdi. Kemi edhe shikojmë figurën e një qytet në stinën e pranverës, ka dalë dhe dielli, e ka Enesi. Dhe Amari ka fëmijët që ka dalë në lëndin dhe po lozin me balona. Dalet të shohim edukatoren, kurse Arnesti ka fëmijët në plazh, duke larë në plazh. Tani kujdes, ktheheni për gjithë përmbys kartelat. I dim të gjithë se çfarë kemi në kartela. Vetëm pak fëmijëve i kam dhënë edukatorja kartelën, kujdes, kartelën me figurën përkatëse të gjëzës. Uleni tash ti kartelat në gjunjë, uleni kartelat në gjunjë, ule në gjunjë manea. Ule në gjunjë, përmbys. Tash i dëgjojmë edukatoren. Dëgjoni fjalët e gjëzës. E ndërtuar me tabak. Kujdes, dëgjoni me vëmendje. E ndërtuar me tabak. Ngjyra me bish të gjatë. Fluturon sa po frynera, emrin tim ngre lart për hera. Kush është? Kush? Jo, dëgjoj edhe një herë, pranvera fluturon.
Me tabak është pranë vera, me bish të gjatë. Jo, dëgjoni një. E ndërtuar me tabak. Ngjyra me bish të gjatë. Fluturon sapo frynera, emrin tim mban lart për hera. Ngro lart për hera. Ha more. Dëgjoni edhe një herë. E ndërtuar me tabak, ajo gjëja është me tabak, e ndërtuar. Ngjyra me bish të gjatë. Fluturon sapo frynera, emrin tim ngro lart për hera. Ha? A gjeni o fëmijë emrin kush ka ju e di? Jo. A ba. Jo. Po pse dimri me tabak është ndërtuar me letër dhe është ngjyra? Me bish është dimri. Kush ma thotë edukatore? Bëhet fjalë për një gjë, një objekt, një send që është ndërtuar me tabak, letre, me ngjyra dhe me bish të gjatë dhe që fluturon lart. Kush është? Ha me edukatore? Mendoni, kush është? Kush është, ore? Cini ka fare sot, nuk po dëgjoni fare. Ha? Edhe një, e ndërtuar me tabak, ajo gjëja është ndërtuar me letër. Ngjyra me bish të gjatë. Ka bish të gjatë mbrapa. Ngrihet lart sapo frynera. Emrin tim ngro lart për hera. Kush është? Ha, kush është? Ha, Fabri, ti Alea. Kush është? Si quhet? Ha, Alea, si quhet? Si quhet? Po balona me edukatore, ke edhe në dorë balonën. Ha, balona, tregoja shokëve ta shofin. Tregoja shokëve që ke ti balonën në dorë. Ha, prap se hutohesh. Kush e ka tjetër balonën në dorë? Po ngrije më lartë figurën, ha, more Amari. Po ha, moj ti, tregoja shokëve, Anea, ti Alea. Ngrej lartë dhe tregoja shokëve. Ha, pra tregoja shokëve që ke figurën, jo, Kesi. Ka vetëm Alea figurën e... Jo, ti e vogla, se jo, është plazhi ai. Është plazhi. Ja, shikoni, ja fëmijë duke lozur me balona. Me balon, shikoni këtu me edukatoren, fëmijët me balon. Kjo është balona. Ja t'ja u tregoj nga afër edukatorja, kjo është balona. E shikona? A shikon? Që kanë ngrit lart fëmijët që po lozin me të. E shikon, nga kisi? Ha? Në rregull? A pirla? Balona që e kanë ngritur fëmijët që lozin në sinën e pranverës. Sa po fillon era, ata me fijen e pirit lëshojnë fijen dhe ajo fluturon lart e më lart. Shikona? A shikon edukatore? Ha mo Amari, ti e kisha dhe vetë figurën në dorë. Ngri prej lart figurën. Kujdes tashi, boni më të vëmendshëm. Pra bëhet fjalë për edhe njerë për balonën, edhe njerë për çfarë bëhet fjalë për balonën praj. A ju sa edukatorea, ndërtohet me tabak letre, i bëhet një bish të gjatë i bukur ngjyra, shkruajmë emrin ton mbi tabak, po Alea, me si e gjeti se e vëm emrin ton mbi tabakun e letrës dhe me një fije të gjatë peri që na jep mami xhepin e fijes, e lidhim dhe kur ka erë, ajo ngjitet lart e më lart. Po të dalim në lëndin, po, ashtu çdo fëmijë vendos emrin e vet. Mirë. I ndrojmë vendin tash i gjozës, ato kartelat, më falet, i ndrojmë vendin kartelave. E ndërtojmë me tabak, ngjyra me bish të gjatë. Fluturon sapo frynera, emrin tim ngro lart për hera. Kush është? Balona, bravo per la gjeta, po kush e ka kartelën e balonës në dorë? Mirë, ha, ja Amelia, po tjetër. Ha, po ti, po ishe të flek gjumë ti. Ha, me të po shikoja. Ha, ngrejni kartelan, mirë. Në ndrojmë vëndin prapë të shi kartelave. Njerë, digjojmë të shi sepse kam ndru vëndin e kartelave. E ndërtojmë me tabak, ngjyra me bish të gjatë. Fluturon sapo frynera, emrin tim ngro lart për hera. Kush është? Kush e ka? Bravo Balona, bravo, e ka Fabriela, e ka dhe Perla, bravo. E ndërtuar me tabak, ngjyra me bish të gjatë,
fluturon sa po frynera, emrin tim ban ngre lart për hera. Kush është? Kush e ka balonën? Kush e ka balonën? Më Alexa, kujdes, thyej atë. Mirë, Alexa. Bravo, po tjetër edhe Casey. Bravo Casey. Bravo. I ndroj vendet prapë edhe një herë. E ndërtuar me tabak, ngjyra me bish të gjatë, fluturon sa po frynera, emrin tim ngre lart për hera. Kush i ka? Po, kush e ka? Kush e ka? Kush e ka? Kush e ka balonën? Të rrallë, kush e ka? Noani po floj gjumë? E thonë dhe shokët, e ka Noani figurën. Rej pra lartë të shikoj shokët. Që e ke ti, po tjetër. Të dy në gjumë këta, edhe ky. Rej lartë figurën, edukatore, a ke lartë figurën, ha pra? E po ha, më edukatore, boni qik më të shka. E ndërtuar me tabak, ngjyra me bish të gjatë. Ngjyra fluturon sa po të fryera, emrin tim ngre lart për hera. Kush e ka? Jo, ajo është plazhi, edukator, nuk është balona. Kush e ka balonën? Kush e ka balonën? Po, bravo Anea, bravo. Po, floj gjumë Nesi. Ha më Nesi, a ke balonën në dorë, po tregoj për edukatorës. E ndërtuar me tabak, ngjyra me bish të gjatë. Ngrihet lart sa po fryn era, emrin tim ngre lart për hera. Kush ishte? Kush? Balona. Bravo. Sot kemi një vjersh të bukur që bën fjalë për çfarë kemi folur mësimin e kaluar, që po sa thotë edukatorja. Ha. Bravo Raila, për balonën. Balonën që është një mjet argëtues për fëmijën. Balona ndërtohet me tabak, si tha edukatorja, me letra me ngjyra, vizatohet ose pikturohet me penel, i vendoset një bish i gjatë i bukur ngjyra dhe përdoret një fije pra me shkopinj dhe me tabak, se nuk e tham që në fillim, edhe shkopinj edhe tabak, dhe i formohet në formën e 6 këndësh, si edukatore, me shumë kënde. Jo ndryshe nga ato që kemi mësuar 4 këndorin, 3 këndorin, po ajo ka më shumë kënde. Dhe me anë të një fije, gjep që na jep mami ose filispan që e blejmë në pazar, kemi mundësi ta ngrëm sa më lart balonën tonë dhe ajo ngrihet sa herë që ka. Po, sa herë që fryn erë. Ty tha edukatore, kemi një vjerë shumë të bukur që flet për balonën. Balonën që tha edukatore mund t'ju ndihmojnë mamat dhe babat në shtëpi. Tani fillojmë me edukatoren. Dëgjojmë nga edukatora vjershën një herë dhe pastaj do mësojmë së bashku dhe do t'u ngrë. Do ju zgjedh edukatorja. Dëgjoj ti sot për dhe ty edukatora që ta thuash vjershën. Njëra. Citoj edukatore vjershën një herë dhe dëgjojmë dhe mësojmë së bashku. Dhe t'u ngrë pastaj 2 apo 3 fëmijë që e mbajnë mend vjershën më mirë. Noe, kujdes dëgjotesh. Dëgjojmë edukat, fillova. Do të ngrënë një balon shumë të bukur, lart të qiell, por si flutur, me tabak e bish të gjatë, fije ndjek pas saj me vrap. Dhe kur lart në qiell shkon, emrin tim ban lart gjithmonë. Unë e dua balonën time se më sjell plot gëzime. Tani e dëgjua me edukatorin, t'u bëj pyetje, ule, Raila, e ke mundi ke mësimi apo ngacmon këmbët e shoqës? Dëgjoj me edukatorin, prit, o të ardhë edukatore, po vjen. Po vjen pra se i tha edukatori që po vjen. Po vjen o Perla, o të ardhë, po vjen. Mirë, ja po prit pra se nona nuk vjen aq shpejt. Prit, a vash. Tani dëgjoj me edukatoren. E dëgjua tekstin apo ta recitoj edhe një herë edukatorja? Dëgjoni edhe një herë me vëmendje se do i pyes rreth tekstit. Ktu, Noe, mos shif anajtin, po dëgjoj këtu. Fillova. Do të ngrënë një balon shumë të bukur, lart të qiell por si flutur, me tabak e bish të gjatë, fije ndjek pas me vrap. Dhe kur lart në qiell shkon, emrin tim mban lart gjithmonë. Unë e dua balonën time se më sjell plot gëzime. Tani, kush i thotë edukatores? Dëgjojmë? Me çfarë e ndërtojmë një balon ne? Me çfarë e ndërtojmë? Çfarë ka brenda një balon? Që të bëhet një balon, çfarë na duhet ne për të bërë një balon? Arnesti? Çfarë na duhet ne për të bërë një balon, për të ndërtuar një balon? Po lart ikën ajo, po me çfarë ndërtojmë, Mari? Me çfarë bëjmë balonën? Me trase. Bravo, me shkopin dhe me tjetër me
Tabak letre të madhe, tabak të madh, letre dhe me skopin. Bravo. Dhe me po tjetër me fije që ta lëshojmë lart. Po, bëhet një tabak me shumë kënde. Po, ngjiten mbi këto skopin që i lidhim në formën e një luleje dhe pastaj, po, dëgjojmë edukatoren, dhe pasi e kemi ngjitur mirë, i vendosim dhe një bish të gjatë me si xhuf, ashtu fije dhe i përdorim një fije të gjatë xhepi, ku kujdes, Ernest, ku duhet ta lëshojmë ato fijen lart, sa më shumë e lëshojmë fijen më lart shkon ajo balona. Dhe mbi të, fëmijët këtu Ernesti, dhe mbi të, kur kemi bërë komplet balonën bukur me ngjyra ashtu si e duam ne, shkruajmë çfarë kemi dëshirë të shkruajmë. Çfarë shkruajmë Ernesti? Çfarë shkruajmë mbi balon? Bravo, emrin ton. Emrat e fëmijëve. Çdo fëmijë ke balona vet vë emrin e vet. Po. Dhe çfarë ndodh kur ne fryn erë shumë, dalim në lëndin, e ngrem lart balonën, ku shkon balona me emrin ton? Ikën sa lart ikën? Lart në pyll, po, lart, gjitet lart në? Lart, ku gjitet më? Lart në pyll, prit më në pyll, dhët. Në qiell, bravo. Lart pra në edukator në qiell. Sa më shumë ti lëshojmë fije ne, aq më lart gjitet ajo. Bravo. Dhe qa na bën neve kur ne losim e ta? Ha? Losim po tjetër edhe? Gëzojmë o argëtojmë, mo kemi qef, qeshim masaj. Kur e vrapon, ikën lartë edhe ne vrapojmë basaj, apo jo? Argëtojmë. Bravo. Tani, vë? Bravo. Tashi, e mësojmë bashkë me edukatoren? Bravo. Tani, e mësojmë bashkë me edukatoren? Fillojmë tashi? 1, 2, 3. Do të ngrë lartë një balon. Një balon shumë të bukur. Lart në qiell, po vjen per la. Lart në qiell, por si flutur. Me tabak e bish të gjatë, fije ndjek pas me vrap. Dhe kur lart në qiell shkon, emrin tim ban lart gjithmonë. Unë dua balonën time, se më sjell veç gëzime. Mirë, bravo. Po do e mësoj mirë. Mund ta ngrini zërin ju tash këtë herë ta ul edukatorja? I që kisha ta munda Noe, dhe përqendro këtu. Noe, përqendro këtu që thua vjershën, se pastaj kur të ngrë, nuk e mban mend vjershën. Të gjithë përqendroni, rim drejt. 1, 2, 3. Do të ngrë lart një balon shumë të bukur. Lart në qiell, por si flutur. Me tabak e bish të gjatë, fije ndjekun pas me vrap. Dhe kur lart në qiell shkon, emrin tim ban lart gjithmonë. Unë dua balonën time, se më sjell veç gëzime. Bravo. Kush vjen ta thot vjershën këtu? Kush? Arnesi i pari. Arnesi pastaj bëhet gati Amari. Fillo Arnesi, e fillojmë bashkë me edukatorin tash? 1, 2, 3, do të ngrë lart një balon. Fillo. Ri drejt. 1, 2, 3, fillo. Ri drejt, sa edukatori, thuaj drejt. 1, 2, 3. Do të ngrë lart një balon shumë të bukur. Lart në qiell, por si flutur. Me tabak e bish të gjatë, fije ndjekun pas me vrap. Dhe kur lart në qiell shkon, emrin tim ban lart gjithmonë. Fillo. Unë dua balonën time, se më sjell veç. Bravo, ju shumë i mirë, bravo. Përplasim duart për Ernestin. Bravo.
Amari njërë, pasaj bët gati Rajla. Fillojmë Amari. Fillojmë 1, 2, 3. Do të ngrë lart një balon. Fort. Do të ngrë lart një balon. Grizër. Një balon shumë të bukur. Lart në qiell, por si flutur. Me tabak e bish të gjatë, fije ndjek unë pas me vrap. Dhe kur lart në qiell shkon, emrin tim ban lart gjithmonë. Unë dua balonën time, se më sjell veç gëzime. Bravo Amari, përplasim duart për Amarin. Përplasim duart, bravo. Hajde Rajla. Rajla ke edukatorja. Pastaj me radhë do i marrë edukatorja. Fillojmë. 1, 2, 3, fillo. Do të lart një balon shumë të bukur. Lart në qiell, por si flutur. Me tabak e bish të gjatë, fije ndjekun pas me vrap. Dhe kur lart në qiell shkon, emrin tim ban lart gjithmonë. Unë dua balonën time, se më sjell veç gëzime. Bravo, bravo dhe Rajla. Kushtja, hajde Fabriela. Hajde me radhë, gjithë edukatore. Fillojmë, do të ngrë lart një balon. Një balon shumë të bukur. Lart në qiell, por si flutur. Me tabak e bish të gjatë, fije ndjek unë pas me vrap. Dhe kur lart në qiell shkon, emrin tim ban lart gjithmonë. Unë dua, fort zërin, unë dua, grizërin, unë dua balonën time, se më sjell veç gëzime. Bravo dhe Fabriela. Kush vjen tjetër? Aleksa vogël me që ngeli duke ngritur dorën. Hajde Aleksa. Fillojmë edukatorën? Fillojmë. Do të ngrë grizërin. Do të ngrë lart një balon. Një balon shumë të bukur. Ashtu. Lart në qiell, por si flutur. Me tabak e bish të gjatë, fije ndjek unë pas me vrap. Dhe kur lart në qiell shkon, emrin tim ban lart gjithmonë. Unë dua balonën time, se më sjell veç gëzime. Mirë Aleksa, bravo, je vogël, bravo. Kush tjetër vjen? Hajde Amelia. Prit, Amelia një. Hajde me edukatorën. Fillojmë edukatorin, hec më këti, ashtu, fillojmë. Nuk bëjmë shorë, dëgjojmë shoqen. Fillojmë. Do të ngrë lart një balon. Një balon shumë të bukur. Lart në qiell, por si flutur, bravo. Me tabak e bish të gjatë, fije ndjek unë pas me vrap. Dhe kur lart në qiell shkon, emrin tim ban lart gjithmonë. Unë dua balonën time, se më sjell veç gëzime. Bravo dhe Amelia. Përplasim duart dhe për Amelian. Kush tjetër? Alea, do vish ti? Alea? Hajde edukatoren, ja pastaj Enesi. Hajde, fillojmë. Do të ngrej lart një balon. 1, 2, 3, fillojmë. Do të ngrej lart një balon. Një balon shumë të bukur. Lart në qiell, por si flutur. Me tabak e bish të gjatë, fije ndjek unë pas me vrap, bravo. Dhe kur lart në qiell shkon, emrin tim ban lart gjithmonë. Unë dua balonën time, se më sjell
Vezgëzime. Bravo, bravo Dalea, bravo. Kush tjetër vjen? Casey. Hajde Enesi. Hajde. Hesë edukator fillojmë. Do të ndjek lart një balon shumë të bukur, lart në qiell, por si flutur, me tabak e bisht të gjatë, fjen ndjek, unë pas me vrap. Kujdes Ernesti. Dhe kur lart në qiell shkon, emrin tim, mban lart gjithmonë. Bravo. Unë e dua balonën time, se më sjell vezgëzime. Bravo Ernesti. Bravo. Kush tjetër vjen? Hajde Casey. Hajde edukatorja. Filloj me edukator. Do të ngrej lart një balon shumë të bukur. Bravo. Lart në qiell, por si flutur. Bravo. Me tabak e bisht të gjatë, fjen ndjek, unë pas me vrap. Dhe kur lart në qiell shkon, emrin tim mban lart gjithmonë. Unë e dua balonën time, se më sjell vezgëzime. Bravo dhe Casey. Bravo. Mi vjeshëm bashkë me edukatorin? Fillojmë. Do të ngrë grizerin. Do të ngrë lart një balon shumë të bukur, lart në qiell, por si flutur, me tabak e bisht të gjatë, ngrihet lart me vrap. Fjen ndjekun pas me vrap. Dhe kur lart grizerin, dhe kur lart në qiell shkon, emrin tim mban lart gjithmonë. Unë e dua balonën time, se më sjell vezgëzime. Bravo Rajdeni. Përplasim dorë për Rajdenin. Hajde një tjetër. Hajde Noe. Pastaj bëj gati Anea. Fillo me edukatoren. Të ngrë lart një balon shumë të bukur, lart në qiell, por si flutur, me tabak e bisht të gjatë, fjen ndjek, unë pas me vrap. Dhe kur lart në qiell shkon, emrin tim mban lart gjithmonë. Po thuaj mban lart gjithmonë. Mban lart gjithmonë. Ashtu. Unë e dua balonën time. Ashtu. Se më sjell vezgëzime. Bravo. Ja, kjo ishte vjersha. Bravo, Noe. Mirë shku ke vondi. Tani, kurse Geri s'me ngrej mirë edukatore, se si ishte këtu në mësim deri tani që ta dëgjonte. Geri, vetëm dëgjoje ti vjershën të rrallë, mirë? Se ke ardhur vonë dhe nuk e ke dëgjuar vjershën e re. Kush ka ngelur? Ti Anea, hajde ke edukatorja. Hajde ta thuash dhe ti vjershën. Filloj me edukatorin? Do të ngrë grizerin. Do të ngrë lart një balon shumë të bukur, lart në qiell, por si flutur, me tabak e bisht të gjatë, fjen ndjek, unë pas me vrap. Bravo. Dhe kur lart në qiell shkon, emrin tim mban lart gjithmonë. Unë e dua balonën time, se më sjell vezgëzime. Bravo, je shumë e mirë. Bravo dhe Anea. Po ajo e vogla, Belgiza, hajde ke edukatorja. I dhoj me edukatoren? Do të ngrë lart një balon. Filloj nga fillimi me edukatoren. Do të ngrë
Jo thuaj ti që thotë duhet, do të ngra. Bravo, një balon. Shumë të bukur. Lart në qiell. Po si flutur. Me tabak. E bish të gjatë. Fije ndjek. Unë pas me vrap. Dhe kur lart në qiell shkon, emrin tim mba lart gjithmonë. Unë e dua balonën time. Se më sjell. Se më sjell. Se më sjell. Se, thuaj se. Se më sjell. Veç gëzime. Bravo, jesh me vogël për e mirë, bravo. Po, sa që vogël edukatore. Ja të shofim në do flasi dhe anaj di një qik. Fidoj me edukatoren, do të ngra lart një balon. Balon. Balon, bravo. Një balon shumë të bukur. Një balon të bukur. Lart në qiell, por si flutur. Flutur. Anaj di? Flutur. Flutur. Me tabak. Tu, anaj di? Me tabak. Bish të gjatë. Të gjatë. Ha? Fje ndjek pas me vrap. Vrap. Vrap të edukatore. Vrap. Vrap. Bravo. Bravo për plesim të për anajti. Bravo. Të ngrë lart një balon. Një balon shumë të bukur. Lart në qiell, por si flutur. Me tabak e bish të gjatë. Fije ndjek unë pas me vrap. Dhe kur lart në qiell shkon, emrin tim ban lart gjithmonë. Unë e dua balonën time, se më sjell veç gëzime. Bravo, fëmijët, për plasim duart për vjeshën, e mësuar të gjithë, bravo. Fëmi, jemi afruar afër balonit gjigant, Ai baloni ka një kosh, ju zë të gjithë dhe do të ai koshi aty? Kur të ngrihet lart? Ju zë? Ha? Po ju ili shumë. Ju zë të gjithëve? Ai është i vogël si kosh, po do ecim kështu nga 4 fëmijë, ha? Nga 4 do dalim ke koshe. Ah, sa gjigande që është baloni. Ai baloni që vizatuat juve. Ha? Bëni me dorë edukatorët gjithë se po eci të gjithë me koshin, shpejto, me balonën. Të gjithë. Themi të gjithë përshëndetje nga balona, fort. Nga balona. Nga balona. Ha? Pastaj, lexojmë dërkucën, njerë pastaj atë, 3 flutra, atë mirë. Hec lexoj dërkucën, hec shpejt. Unë ke vendi. Çfarë mjeti bëm si mësot me edukatoren, ha? Si kishte emrin ai mjeti që fluturonte? Balona. Ditën e parë ne punuam balonën e vogël që fëmijët e bëjnë me tabak, me shkopinj edhe me fije perje, për ta ngjitur lart. E fluturojmë lart në qiell kur ka erë. Kurse sot ndryshon, është balon i madh ku ne futemi ke koshi. Edhe shikojmë lart nga lart, kur ajo ngjitet lart, shikojmë fshatrat, qytetet, pra është mjet fluturues lart. Që shotisim edhe vet. Tani, aty e keni edhe fjalën baloni, keni edhe për ta ngjyrosur. Kujdes, punoni me ngadalë me edukatorin që të bëhet detyra e mirë. Punoni pastër. S'ka gjë, ha, se e rregullojmë. Anajti, hajde u lu këtu. Ha, se ndroj edukatori, prit. Ha, dalit shumë edukatori?
Mirë, bravo, ti ke punu bukur sot. Bravo, Rajdeni ke punu bukur. Vazhdo. Geri, vazhdo detyrën. Do laps tjetër, prit japet edukator laps tjetër. Cili numër kemi mësuar të numërojmë ne? Numrin 3. Pra të gjithë cili numër kemi mësuar të numërojmë? 3. Jo, cilëve në tregishtë. Jo me të bërtin, me tregishta. Ashtu. Atëhere, dëgjojmë edukatoren. Në cilën stin jemi ne tani? Bravo të gjithë, e themi të gjithë? Në? Bravo, në pranver. Dhe, kush është stina më e bukur e vitit? Bravo. Pse, nga dal, pa përtitur. Pse është quajtur stina më e bukur e vitit? Pse? Ha? Bravo Fabrila, qelin lulet. Dëgjojmë, qelin të gjitha këtu, Arnesti, qelin të gjitha lulet e pemëve frutor, lulet e lëndinave, lulet e oborëve të shtëpive, në vazot e luleve që ka mami ke shtëpia ke balkoni, ullu Anea. Pra qelin të gjitha lulet dhe kjo stinë është stina më e bukur e vitit dhe fushat gjelbërohen me barin e njom. Në këtë stinë kthehen të gjitha dallantyshet në vendin ton që janë quajtur zogj shtektar, sepse këtu moti po ngrohet dhe ato kthehen këtu lejlekët, rosat e egra, kthehen përsëri në vendin ton, dhe rindortojnë folet e tyre. Tani dëgjojmë edukatorin. Kush ishte numri i fundit që mësuam të numërojmë? Numri? Bravo. Edhe njerë të gjithë kush ishte? Numri 3. Bravo. Atëhere, edhe edukatorja do t'ju lexoj një histori që flet për 3 flutura të bukura që shëtisin në stinën e pranverës në lëndin. Tani, dëgjoj me edukatorin me kujdes. Aleksa, se u këti dhe dëgjoj me vëmendje. Edhe, ajo, Anea, tashi të gjithë lidhim duart me edukator me kujdes dhe mbajmë këmët tek mbështetja karrikës të gjithë. Kujdes, dëgjoj me vëmendje, kujdes, të gjithë. Alea, përqendro. Vendosi këmët ke mbështetja. Dëgjojmë tashi me edukatorin, filloj edukatori ta lexoj historinë, Kujdes. 3 fluturat. Pra edhe njërë, si është titulli? 3. E themi dhe njërë? 3 flutur. Tashi, do e lexoj edukatorja dhe kujdes që të mbani mend se çfarë flet tregimi, për çfarë flet, dhe do ta themi bashkë me edukatoren. Kujdes. Pranvera erdhi. Është stina kur fluturave u pëlqen të fluturojnë e të dalin mbi lule e rëmira. Flutura e bardhë, flutura e kuqe dhe flutura e verdhë ishin shoqe shumë të mira. Ato gjithë ditën luanin së bashku. Një mëngjes 3 fluturat krahashkruara dolën shëtitje. Koha ishte e bukur. Dielli shkëlqente dhe fluturat shëtisin nga një lule në tjetrën. Sa mirë që ishte. Pa pritur, dielli u fshe pas një reje të madhe gri. Nuk kaloi shumë dhe filloi të binte një shi i imët. Fluturat menduan të ktheheshin në shtëpi, por nuk po gjenin rrugën. Që të mos lageshin vendosën të qëndronin në ndonjë lule. Kujdes, Noe, dëgjoj me vëmendje. Flutura e bardhë pa një zambak të bardhë dhe vajti për t'i kërkuar ndihmë, por zambaku deshi të pranonte vetëm fluturën e bardhë, jo shoqet e saj. Flutura e bardhë u mërzit dhe vazhdoi rrugën duke bashkë me shoqet e tjera. Flutura e kuqe pa një trëndafil të kuq dhe vajti për t'i kërkuar ndihmë, por trëndafili deshi të pranoj vetëm fluturën e kuqe, jo shoqet e saj. Flutura e kuqe u mërzit dhe vazhdoi rrugën bashkë me shoqet e tjera. Flutura e verdhë pa një tulipan të verdhë, kujdes, dhe vajti për t'i kërkuar ndihmë, por tulipani deshi të pranonte vetëm fluturën e verdhë, jo shoqet e saj. Flutura e verdhë, dëgjoj me vëmendje. Nuk bëjmë zhurmë, Anea, dëgjojmë. Flutura e verdhë u mërzit dhe vazhdoi rrugën bashkë me shoqet e tjera. Fluturat pan një kërpull dhe vajtën për t'i kërkuar ndihmë. Kërpulla i pranoi me kënaqësi të 3 fluturat. Ndërkohë dielli e kishte dëgjuar gjithë bisedën e fluturave dhe luleve, ai mblodhi forcat dhe lëshoi rrezet e tij të ngrohta. Rrejt u shpërndan, shiu u rrallua dhe një ylber i bukur shfaq lart në qiell. Fluturat rahën gratë dhe nisën të fluturonin. Ato i falenderuan diellin duke i kënduar me zë të lartë. Zambaku i bardhë, trëndafili i kuq dhe tulipani i verdhë ulën kokën të turpëruara. Edhe atyre u erdhi mirë nga rrezet e ngrohta të diellit.
të 3 në një zë u kërkuan falje fluturave. Që nga ajo ditë, fluturat dhe lulet u bën miq të mirë e të pandar. Dëgjojmë tu Aleksa, kujdes. Çfarë kuptuam nga gjithë kjo histori që ju lexoi edukatorja? Çfarë kuptuam? Ha? Si u sollën fluturat me njëra tjetrën? Qëndruan së bashku apo menduan vetëm për vete, u ndan nga njëra tjetra? Qëndruan së bashku? Ha? Po, pra, qëndruan së bashku. Pra, ishin shoqe të mira. Nuk e linin shoqen e tyre vetëm dhe nuk pranonin që të strehoshin vetëm ato poshtë lules që i kërkoi. Por, po, atëre, çdo të thotë ja, duhet t'i ndihmojmë njerëzit kur na kërkojnë ndihmë? Të tjerët kur na kërkojnë ndihmë? Ha? Pa, bravo. Jo kur bjerë shikujiki, po do me thanë, me shokët, a duhet të sidhemi mirë si u sollën flutrat me njëra tjetër, apo duhet të ndahemi secili për vete? Duhet të sidhemi mirë me shokët, të lozim së bashku, t'i ndajmë lodrat së bashku, si bën fluturat, A, bravo. Pra, duhet të sidhemi mirë me shokët, si bën flutrat me njëra tjetrën, ato edhe pse lulet, po, edhe pse lulet kërkonin vetëm ngjyrën që u përkiste atyre, ato nuk i braktisën shoqet. Ulo Aleksa. Aleksa ulo. Dhe ato nuk u ndan nga njëra tjetra, pra deri në fund pranuan të ishin së bashku. Si bëri dhe flutura e bardhë, si bëri dhe flutura e kuqe dhe flutura e verdhë, që i kërkuan ndihmë luleve sipas ngjyrës së tyre, por ato pranonin vetëm ngjyrën që u përkiste. Dhe ato, edhe pse lulet nuk i strehuan të treja, nuk u ndan nga njëra tjetra. Pra duhet të jemi të mirë me shokët. Mos. Të bravo, vetëm kërpulla, bravo Rajla. I mblodhi të treja, je shumë e mirë. Bravo. Ju pëlqeu tregimi fëmijë? Bravo. Bravo. Pra ishte dhe i bukur dhe edukativ, Pra kuptuam diçka nga ky tregim, që me shokët nuk duhet i lëm vetëm, por duhet të sidhemi mirë, t'i ndihmojmë. Bravo, të jemi të gjithë së bashku. Tani, edhe edukatorja ju lexova tregimin dhe duhet ta mbajmë mend dhe ju do ta thoni pastaj me fjalët e juaja si të vegjël që jeni, por me anë të figurave. Mirë? Bravo. Bravo, jeni shumë të mirë. Tani, e mbyllim pak mësimin me një këngë të fluturës dhe të bletës? Filloj me edukator, fluturoj flutura mbi lule të bukura. 1, 2, 3. Fluturoj flutura mbi lule të bukura, bletë krahëleta, o mirë se të gjeta. Bletë krahëleta, o mirë se të gjeta. Tonja tjeta flutur, moj shoqe e bukur të gjithë. Nëse je pun, kapemi për dore. Nëse je pun, kapemi për dore. Bravo, jeni shumë të mirë. Bravo. Jeni shumë të mirë. Bravo. Si dita e fundit e mësimit, javës, edhe sot kemi për të ngjyrosur dhe për të shkruar fjalën balona. Balona. Kemi vizatim balon me bishtë gjatë, me fije e peqe, lëshojmë her pasere, kujdes, nuk bëjmë zhurmë, edhe fjalën balona. Do punoni nga dalë që të dalin fjalët sa më të bukura, në rregull? Kujdes. Punojmë kujdes. Vazhdo, Elesi. Vazhdo. Dalim edukator, vazhdo. Ule fletën ta shoh edukatorja.